Mirë se erdhe në klubin e sheqerit. Po qa mon me nga audicionet ti për shembull? Kam kërcë një dikoq të bukur. Kush është e si e ka emrin? Amal. Po du t'mi thanë mamit vetë për me taku Amalin se ti i vogël, s'mundet me dal pa leja jo. Alo? Jam me princin, na i djali vogël që ka kërcy me Amalin të audicionet. Amali, fol pak me princin. Alo? Gje Amal? Tia. A më mam me mua? A plen mami leja me dal me mu? Super thunë. Super. Se zi për pes me taku ty. Kam shumë më qona. Kristo, qamane, pse jo mos i bëjmë t'i nxjerrim në një takim të dy bashkë? Që për shembull unë mësoj princin si mu sjell mi vajzë, ti mëso Amalin si mu sjell me princin. Okej? Që do mësosh ti princin se kush e di çaj mëson. A je gati për sfidën e rallës të popularitetit ka mujt, një jena 1-0, kërë që rasti jot për me mbarazu. Erdhe una! Ua, po sa e lumë të që kështë da kosh princin mi, e sigur? Po. Ua, e të mërshme. E para, më kështë gënjur shumë që pranove takimin, dhe e dyta, nejse, hajde s'do kalojmë shumë të bashkë. Let filloj dita! Tashi ja ku erdhe këtu me profesorin e gocave. Normalisht kena pas një eksperiencë jashtëzakonshme në tregun shqiptarje, për shqiptarja kena lujt fen, kena pas deri në 2 raporte që kena pas me goca. Kur thot po, është jo, kur thot jo është po, kur të don nuk të don, kur të largon don afër, kështu që doj kajherë është e pakuptueshme edhe pjesa e femrave. Dhe ne do të kemi parasysh disa gjëra. Sjellja, ne duhet me ditë mu sjell me një vajzë, apo? Ne duhet tregoj goca me respekt. Bravo qoftë. Tash i sjellja në jetë nuk dash se do na ndris vetëm sjellja. Duhet të jetë ndaj dhëra, duhet të jetë edhe kështu, se gjatë jetës do njohësh edhe goca materialiste, do njohësh edhe Amali, Amartenisa? Jo, doj, nuk e dim akoma sepse është e vogël, shpresojmë që jo. Kesa beba, për ju nuk naha, alla shkëllën, e zrëndesh haha. Kesa beba, blisi bam bam, fniongo vogël ros, dim vesh me popos. Kur ajo do uj, unë do jap uj, thuje. Dhe jam është gotën me uj, Unë do t'jap lulet, do t'jep lula, unë do t'i hap karriken, do t'i hap kariken, unë do t'a dua, unë do t'a dua, unë nuk do paguaj, jo, unë do paguaj, unë do paguaj. ti do pagush. Ku i ke lek? A e kam për babi. Tash do kalojmë te kapitulli jo, mos e shif, zene SSP. I e gati të vazhdojmë. Okej, tani, si të thash unë, princi do sillet shumë keq sepse Alti do ta mësoj që të sillet shumë keq, se nuk di Alti të mësoj ndryshe. Tani, Po Ali, është shumë i gjatë e nuk ton. po, nuk mëson. Tani, ti do bësh çfarë të them unë kur shkoj te takimi, okay? Kur të vi princi dhe ti të ulesh dhe ai të mos ta rregulloj karrigen, ti do t'i thuash: "Princ, çau, më rregullo karrigen sepse unë jam një princesh." Princ, qo se të ule unë aty se unë jam princesha. Bravo. Princi nuk do ta shtihet ty ujin te gota se Aldi nuk merr vesh se sa ka mësuar këtë, okay? Tani Do t'i them, princ, ma mosh gotën. se unë jam Princesha. bravo. Ka probabilitet shumë të vogël që Aldi mund t'i ketë mësuar princit të bëj komplimenta, se ndonjëherë e thot ai në llaftë mirë, s'është aq i keq, okay? Tani, kur princi do të thot Amal, sa bukur që ke veshur, sa e mirë që ke bërë sot, ti do t'i thuash: "E di, diva jam, diva. Unë jam princi. Amal, sa e bukur që ke bërë sot." E di se unë jam diva. Bravo. Jam shumë krenare për ty. O zot qa fëmije për përgatis. Princi, para se mu taku me një gotë gjithmonë du t'muqe. A shef si a qef doja se ka me taku Kristallin? Po. A du t'muqe edhe ti? Po, Po pse ke fjok si shkurre? nuk di gja. Nuk di gjo. Du t'me qenë qethje fresh. Përshëndetje princa, si jeti? Mirë, Do qethemi qik? po. Hajde. Regji Berber, princi ka një mision veçantë se ka për taku. ka princa? Ka për taku Amelin. Do qethemi shumë bukur sot. Amalin. Amalin. Ua, ja nga trova emrin. Sa jo Kristall jashtë e poshtë ajo. Varë që atë e mësua jo. Inshallah atë e mësu ketë se
për të zezë vet, sepse ne kena vendosur se sot jemi çuna të mirë, çuna të urtë, të jemi një pojë madhe, të dim t'i trajtojmë vajzat, t'i bëjmë për vete cilën mirë. A kupton se çfarë tu kalua jo që me dalin me ty në takim, ai te kuptu? He? Tu të zangjumi, do me myllë sy që ta shikosh në ëndër, bravo, kështu vazhdo. Sepse është ëndër, e gjitha jo gjë është një gjë hynore me taku një vajzë, a kupton princi, a jetë më kuptu? Kështu duhet me qenë pra, që ti je shumë i lumtur që të dalë që ajo vajzë po ta jep mundësinë ty. A mirë, dhe ajo do të jetoni të lumtur për gjithmonë. A mirë. Unë do flej gjumë, burri do bëj mëngjesin gati. Unë të flej shumë, po burri do bëj mëngjesin gati. Bravo. Qa do dojë ti që të bënte burri gati, kur të martohesh ti? Do dua që të pufem. Do që të pufesh? Kumi? Te faqa. Na te faqa, na trëmbe. Tashi u qefem. Do lami, po që na mungojnë tjetër që do t'i japim Amalit? Do t'i mledhim lulet bashk. Amal do t'i pëlqej shumë, edhe pse ato rashine prap nuk na lën. Hajde këtu. Kape këtu. Shifë sa buka. Naga. Amal, ti duhet të kuptosh që është shumë e rëndësishme që të kujdesemi për veten, të jemi gjithmonë të kuruara dhe të bukura. Po të jemi si princesha. Si princesha. Thënë që kur kalojmë në rrugë, të gjithë çunat të kthejnë kokën. Kupton? Po. Po. Po në të pengë shok. Po. Tani, ata nuk e kuptojnë asnjëherë sepse ne vonohemi kur shkojmë në date. Nuk e kuptojnë ata se ata maksimumi një të qethur bëjnë. Kupton? Po një të qedhur e vonohen. Po, edhe vonohen. Por ata s'ta kuptojnë asnjëherë ne, nuk na kuptojnë që ne do bëjmë maska, do lyejmë thonjë, do bëjmë make-upin, do bëjmë skincare. Çunat s'na kuptojnë fare ne. Në kuptojnë se janë dera. Qa janë? Dera. Dera? O, zot gosët e për manuali do jenë shumë krenare do të të. Po, çunat janë dera. Shi qa bëjmë ne o Amal, gjithë të sakrificë, gjithë këtë lodhje, dhe ata mundësisht përveç se vinë me tuta në takim, po vinë edhe duar bosh, nuk sjellin një lule, më një lule ta këpusin tokë, ta sjellin se me ble, jo, nuk e sjellin. Në këtë që jemi të bërë bukura. Po, Ne jemi qenje superiori. po, që një Ku do të heqim ne? Ja tani, si shte edhe ti, ne jemi qënje superiore, ata s'na kuptojnë. Po. Theti, e the fix janë dera. Çunat janë problemi i vetëm. Ku na gacmojnë e i persekutojnë. Qa i bëjmë? I persekutojnë. I persekutojnë? Po. Kur na ngacmojnë, ne i persekutojnë. Tani thuj edhe një herë. Gocat kanë gjithmonë të drejtë, çunat janë problemi. Kjo që ka gjermanisht me? Beide nicht wetter wollen wenn sie nie sehen auf die Wedien din der Bergensteinen. E kupton? Pra thot, tregon historinë e një drenushi dhe një drenushe që ranë dashuri me njëri tjetrin. Ata bëjnë një beb të vogël. E di ti si bëjnë bebat? E di ti, jo si bëhen. Kush i bën bebat? Kush i sjell bebat? Do t'i sjell kalamaj që janë si prindër. Kafshët i sjell që ka piku. Hajde shohim një film romantik. Si Supozohet. supozohet të jetë me vërtet romanca dhe jo siç e ka mësuar Aldi Prince. Bani kështu flokë, bani kështu. Edhe pak, bravo. Princi është gati për një date. Shife gjaqin, shife. Princi është gati për një date. Bravo. Je i bukur, shife të përshë, je i bukur. Bravo. Amal! Qonë se shura 6:10 do të bëjmë gati. Hej, Që të cili shumë vani, më shumë vonë. Qa do vishje? Arma fare qa do vishi? A të
që këto? Po, puna ato do vesh me atë. Markan Tomi! Ja, gjeta! Do veshësh? Okej, super. Oh, përshëndetje, Crystal. Amal, që kemi? Ne kemi si një dhëratë për ty, Amal. Jepja Prince Lulen. Kaq të rënda. Qërë të lullet shpifura? Po ka njerë shumë të mirë, thuj ka njerë shumë të mirë. Thuj ka njerë shumë të mirë. Ta maj një qikër. Crystal, kam dhe diçka për ty. Kam këtë që gjetën që ka një vit e gjysh që zbulova që më ke gjujt ti. Unë e di shumë mirë që e ke mësuar ti aty, e ke mësuar më keq se veten, kështu që unë jam përgatitur më mirë se. Unë kam rritur një Don Juan dhe e kam edukuar si të trajtoj një femër. Leksioni po, shiko se ti ke pas dyshime për mu, se ndoshta s'kam ditë mos si një Don Juan. Princi, hajde këtu. Hapja karrikën Amalit, si të ka mësu Aldi? Wow! Dhe thuaj, Amal, je shumë e bukur. Amal, je shumë e bukur. E diva jam. Bravo! A shikon që dhe më thënë që është një gentleman i vërtet. Amal, i ke sytë shumë të bukur. Amal, i ke sytë shumë të bukur. E diva jam. Bravo, princi, bravo, me të vërtet je një princi vërtet. Nëse Zoti do kishte krijuar diçka më të bukur dhe madhështore se sa gruaja, do ta kishte marrë për vete. Aman, që thot ky? Aman, o Amal, bëhu si filozof. Princi, ti thuj, me ke pëlqy shumë të audicione. Keme pëlqy shumë të audicionat. I ka pëlqy e thash, djallë. E diva jam. A do vish në kinema me mu? Nëse jam e rirë, do vi. Nëse edhe lule unë për ty. Po ty të lule të lodha që të pickoj. Kush po ti mëson këta thuj? Kush po ti mëson këta thuj? Kush ti mësoj këta thuj? Qa po i mëson? Ore, që ti i thanë ti, ti e ke fajn ti. Unë kam sjell të djali. Po ti, mo? Pse kam unë, mor? Unë jam të sjell djali me edukat. Pse kam unë? Bol. Qepe gojen? Bol. Qepe gojen? Qepe gojen. Ti qepe gojen. Ti qepe. Ti qepe. Unë solla princin këtu si mret edhe ti i thu fjala ashtu. Don fakiri leheshës. Bol, ti nuk e mëson atë prizin që ta bosh. Po qa bani më princi, le me këtë? Don, thuj don. 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 Fakiri. Don, po mos e po. Jo, nuk e du. Nuk ka lidhja e du. Jo, thaj, don fakiri leheshës. E mësëm, so për smart është, jo, Kristo. Unë e kam sjell djanë shisa e. Pushoni të gjithë. Ua. Qa wa? Pushoni pra, ka drejt. U bërë ti të na thush në pusha. U punë e ti. Unë do makarona. Makarona. Okay. Qa do Po ti ti për? që do? Unë du grosh. Grosh? Nuk kanë grosh, qa po? Se, ke anë herë tjetër këtu se di se s'ka grosh. Semilezh, këtu thuj, semilezh. Semilezh në këtu që jemi shpine, këtu jemi shpine këtu. Po ku di ti se s'ka grosh tu? Po, Keni s'pun kuzhinjere këtu? po nuk është kuzhinë këtu, ka vetëm kamarierë. Po kamarierë, po kuzhinjere të kuzhina. Pse kur e kuzhinjere këtu? O, më ta, qa kokën? Qa do ti princ? Makarona. Do makaronat si Amali? Po. Që të përpusësht ti ton fatiri? Se prisha, nuk e prisha, sidomos nga ti Amal. Te di se të kam zgjedh ty sepse më pëlqejve shumë të audicionet, po me sa duke shoqëria keqe që në rrugëqësia. Shiko princ. Se si tregohet një djalosh gentleman. I hiqet ajri që ka me një lëvizje kështu. Mbahet gota këtu. Pastrohet. Kokën e tavolit. E lëvizim dhe e mbushim. Edhe shikohet në sy. O, zoti maf. Princi, do t'ja mbushish atë ti gotën Amalit? Po. Hajde. Hua? Mushje gotën. Shot. Për pak. Më falë, Amal, më falë. Ka
mesazhe, jo falje është. Që ke përgatitur për sot? Gjithmonë i përgatitur jam, po thjesht Tani asta. ju të dy jeni best. Qa jena unë ne të dy? Qa jena? Best. Jena besti? Pa meriton kjo me që besti me unë? Kur? Pse kur? Mos të bëni. Ti rime një ti rimi. Ua, ka qkollaja është më jamaj, me nemit një tjetër. Ka qkollaja. Princi, pyte, cili është hobi ytë? Cili është kobi ytë? Kobi im është po të rëtulloj qunat. Po ti mërë gjagj, as me rëtullu letrën si fshin qyrat nuk mune. A ka mundësi të lutem të merresh me djalin që ke në krah? O, dja që ke në krata dishti, më i vajzë ka emrin Prince. Edhe ndryshën nga punëtorët e Pallatit Mbretëror, kjo është i Prince, si ti. Unë jam princesha. Bravo. S'ka mankesa. Unë jam mbretëresha. S'ka mankesa, dhe unë jam mbreti, po pse të sillesh shumë me Kuj këtë? pas ke mësuar këto Dy njerëz? brega, ju breti që jemi Ku i ke një mësuar? vajzë që jotja. The Ice Chico, ato kur nuk rrejnë. Ku i kam mësu, kam dhënë një histori dashuror më këtë, po askur s'flet për këto. Thjesht kujtojnë sa është ajo si ban me qesh, por jo, kam dhënë pikat e mia botë. A do të hash makaronin time? Ja, kam të mijat. Jepi një shans, shko haje tek makaronati. Shkoj makaronin. Jo. Ha makaronin dhe Amal. Ha, mbane gjallë. Shko ha tek makarona princit. Shko. Jo. Unë atë Jepi makaronin. Oj, Kum ke dhënë herë ti mu makarona, re? A shërdoj si në fund t'i mirë që ta? Ti pas ke mësuar princit t'japi makarona. Kur e mësove ti mos më ke dhënë herë makarona? nga vetja për ty. Aty, dit, nat, Kam koleg, heq. shok, kur s'm ke dhënë makarona? Kur s'm ke dhënë Mirë se kam makarona? heq sallatë, po kam heq edhe mishin. E kupton? Shkosha blesha qofte 5 për ty, 5 për vete. Blesha simi të rrethore, 2 për vete, 2 për ty. Pas ka mësuar ky. Pas ka hapur enciklopedi, pas ka mësuar si cilët një gentleman. Surrati këti. Nuk ka nevojë të hapësh enciklopedi dish si cillesh me një vajzë, Krista. Duhet me të hap enciklopedi ty si cillesh me një djalë. Sidomos ato 2 metra nga lezhë me origjinë nga Mirdita që kanë 9 vite të jo. Çunat e lesha janë jo e madhe. Le të flasim pak për komunën e Cerrikut, sa akoma sa është bë bashki, Krista. Dhe vetja mundësi që kishim që ne me dha një kontribut të jashtëzakonshëm te ky brezërimi, Krista. Unë erdha me pozitivitet, erdha me dashuri dhe ti bën shkaktare kryesore për me prish këtë brez. Nuk ekziston. Pse s'besoj njerëzit të dashuria? Këti arsyeja një ndër ato. Dhe pse unë jam single sot, ndoshta janë arsyet se pse vajzat e sotme vendojnë kështu si ti. I sillesh një i mush gotën me ujë, sa incidente. Ti në vend me eduku vajzën, mi thanë okay, ky po mundohet, po bën diçka të bukur. Jo, vetëm thuj don fakir, vetëm thuj ofendime, por kena shpirt dhe ne kena zemër dhe ne kena dhe modestinë, dim dhe ne të sillemi me një vajzë, dim dhe ne të bëjmë dika për vete, dim dhe ne të përfshijmë na emocionalisht, dim dhe ne që ta vëmë gjithë fokusin ton te një person dhe dim dhe ne të dashurojmë, nuk jemi dru, nuk jemi pa emocion, nuk jena pa Idiot! Boll! Mlodhe kokën! Qaj bodhja deri dhe ujë. Pra më fal. Tani. Okej, më fal. Të freskova pak se s'është aq dram. Pardoni. Nuk më ino. Është e pamundur, nuk më ino. Po të të vësh të koncertet e mia gjithmonë? Po. Taqa. Loyalty over love, Krista. Ishtë për luaj, no Aldi. Loyalty over love. Jena familje.